Korea në Veriut I tetojnë këtë të diel kutive të votimit për të zgjedhur anëtarët e parlamentit kukull të quajtur ndryshe Asambleja Supreme Popullore, në secilin prej 687 rrjedhëve të vendit në garë është vetëm një kandidat, me zgjedhësi që duhet të shkruajnë vetëm po ose jo në fletët e votimit. Sipas vëzhguesve, lista e kandidatëve përbën një mundësi të mirë për të parë se cilët janë të pëlqyerit e leadershipit të partisë. Të paktën 12 persona kanë humbur jetën në Irak pasi një makinë shpërtheu mëngjesin në së dielës në hyrje të qytetit Hilaf. Nga viktimat 6 persona ishin personel të sigurisë, 3 civilë si dhe 3 ishin oficerë të policisë, ndërkohë që 30 persona janë plagosur rënd. Organizata e Kombeve të Bashkuara bën të ditur se muaji janar të shkurtë ka qenë muajt më përgjakshëm në Irak me 1400 viktima nga shpërthimet me bomba. Kryeministri I Libisë ka kërcënuar se do të bombardojë një anije me flamur të Koresë së Veriut që ishte në portin e Libisë, të cilët I cilësojnë si shkelje të ligjit ndërkombëtar. Kryeministri Ali Zidane tha se nëse anija nuk ndjek urdhra do të bombardohet dhe kjo mund të çojë në katastrofë mjedisore.